akti seksual duhet të jetë sa më në dashuri. Në dashuri në çdo qilize dhe jo të një perfeksionizmi, idealizmi si mendojnë edhe meshkujt edhe femrat. Dhe jo si duhet një imagjinat që femra duhet të jetë kështu dhe mashkulli duhet të jetë kështu. Qëse ti e dashuron partnerin ose partnerin tënde dhe në atë akt i jep dashurinë tënde më të madhe, çdo qilize, çdo lëdhatimi, çdo puthjeje, domethënë, është diçka krejt tjetër, komplet e ndryshme. Dhe akti nuk do të thotë që mund bëhet çdo ditë si egzageron njerëzimi, aq më rrallë, aq më mirë. Sidomos nga humbja e energjisë, në Kinë, Japoni dhe në shumë vende të Koreja e kështu me radhë, akti bëhet shumë rrallë. Aq më rrallë, aq më shumë akumulojnë energji si mashkulli si femra, sidomos mashkulli. Dhe ka një shprehje, për shembull, të gjithë sultanët ose faraonët, të gjithë këto që kanë pas konkubinat e tyre, të gjithë mbretërit, fundja fundit, kanë vdekur herët. Pothuajse 80% e tyre nga ana shkencore kanë vdekur në moshën 40 vjeçare, që është kulmi. Një ndër arsyet e tyre sepse ato kanë pas shumë konkubina dhe pothuajse çdo natë kanë humbur energjinë nëpërmjet arritjes së orgazmës. Domethënë që çdo dhe nuk është dashuri, nuk është një dashuri, është një shfrim. Dashuria dhe epshi janë dy gjëra komplet të ndryshme. Nëse ti e dashuron një person nga zemra jote, nëse bëhet me të vërtet me zemër, është diçka krejt ndryshe. I vetëm që ndjenjat janë ndryshe, e respekton partnerin dhe partneren. Dhe ka familja është për ty diçka e shenjtë. Domethënë që ti nuk mendon që të shikosh një mashkull tjetër ose një femër tjetër. Dhe nëse shikon me atë bukurinë që ua sa bukur je si një motër ose si një vëlla. Por jo me atë shikimin seksual. Dhe kjo është një ndryshim gjigant që në njerëzimin tonë, në shoqërinë tonë është kthyer komplet. Do shikon tjetri vetëm shumicën e raste nga ana seksuale, nga ana e ndjenjave të tjera që nuk janë ndjenja të mira pozitive, që njerëzimi duhet dal nga dal të ndryshojnë këtë aspekt.